Në ditën e dytë të afatit të korikut për të bërë pjesë e UP-s, maturantët nga gjithë vendi ju nënshtruan provimit pranues në Fakultetin Ekonomik dhe atë të mjekësisë. Deniz Gjini, i cili ju nënshtrua provimit në Fakultetin Ekonomik, tha që testi shkoi mirë. Provimi shkoi shumë mirë, ka pas rregull, i zgjashëm nuk u kanë. S'ka pas vështirësi, s'ka pas vështirësi, po shumë mirë. Pyetjet janë kanë më të logjikshme, pak ka pas më vështirësia më mirë, me rregull ka shku. Mirë, kanë dhënë të rregull, mirë, gjithçka shkoi në rregull. Mirë, po disa shpjegime kanë mund me na dhon. Për shembull, s'e kuptoj që pyetje kanë mund na dhon pak shpjegime, mirë, po s'kanë jo shpjegime. Testi parapartë të niste në orën 9 zgjati 90 minuta për studentët e mjekësisë, ndërsa 1 orë për ata të ekonomikut. Shpallja e rezultateve të provimit pranues pritet të bëhet me 23 korrik, kurse të pakënaqurit mund të ankohen me 24 dhe 25 korrik. Në këtë afat do të pranohen 7.873 studentë, kurse kanë aplikuar rreth 20.000.